Angela Gaçi do të largohet nga detyra e sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë. Në mbledhjen e sotme informale të ministrave, thuhet se është komunikuar se për arsye shëndetësore Angela Gaçi do të tërhiqet nga posti si sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Gaçi ka mbajtur prej gati 13 vitesh këtë post, që nga ardhja e Edi Ramës në krye të qeverisë. Mësohet se në vend të tij është emëruar Elsonida Rama. Ajo ka mbajtur më parë funksione në drejtorinë e kodifikimit në Ministrinë e Drejtësisë. Gjithashtu shefe e re e kabinetit të kryeministrit Edi Rama është Vilma Guri, e cila më parë ka qenë drejtoreshe e Departamentit të Administratës Publike. Të dy emrat janë prezantuar gjatë takimit 5 orësh të kryeministrit Rama me anëtarët e qeverisë. Mirë po me këtë lëvizje, apo i paraprin Edi Rama arrestimit nga SPAK të Dona Gaçit të tij, Angela Gaçi, duke përdorur funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave, ka ndërtuar një pushtet që shkon përtej titullit formal, duke kontrolluar administratën, duke komanduar sekretar të përgjithshëm të ministrave, duke orientuar vendimarrjen ekonomike dhe politike të qeverisë dhe duke u shndërruar në filtrin e detyrueshëm për çdo vendim që prodhon para publike, koncesione, favore apo mbrojtje politike, çka e bënte atë figurën më të rëndësishme dhe më të rrezikshme të qeverisjes Rama. Hetimet për inceneratorët e kanë vendosur Gaçi në qendër të vëmendjes së SPAK, pasi ai ka marrë pjesë drejt për drejt në proceset e miratimit të bonuseve, në kalimin e procedurave të negocimit dhe në mbështetjen politike dhe ligjore të kontratave, që sot rezultojnë objekt hetimi penal, ndërsa vetë Gaçi ka tentuar të zhvendosë përgjegjësinë, duke deklaruar në komisione parlamentare se Këshilli i Ministrave nuk ka zgjedhur fituesit, një deklaratë që bie ndesh me faktin se pa firmat, orientimin dhe presionin e sekretarit të përgjithshëm, asnjë procedurë e tillë nuk do të kishte kaluar. Emri i Gaçit del edhe në hetime të tjera që lidhen me tenderat sekret dhe kontratat të teknologjisë, përfshirë procedurat e akshit, ku SPAK po analizon rolin e kryeministrisë në paracaktimin e fituesve dhe në mbrojtjen politike të kompanive përfituese, ndërkohë që burime hetimore flasin për një model të përsëritur vendimarrjeje, ku Gaçi shfaqet si garant i marrëveshjeve që kalojnë përmes qeverisë, pa transparencë dhe pa kontroll real. Afera këto për të cilat besniku i Ramës duhet të jap llogari, tani mbetet vetëm të shohim nëse ky largim tregon se bileta për në burg është prerë, nëse fleta e arrestit firmoset. Emri Angela Gaçit do të shënoj pikën e parë reale ku kulla e pushtetit të Edi Ramës fillon të shembet nga brenda.